Dhe për të folur për këtë zhvillim, por dhe atë çfarë pritet të ndodh nesër në KLP, ku pritet zgjedhjet kreu i ri i SPAK, ka kënaqësi të kem avokatin Edmond Petraj. Avokat, kënaqësi të kem të bisedë. Faleminderit që u bashkuat. Faleminderit si mirë. Avokat, një koment për Joni Ketën. E njihni personalisht edhe profesionalisht padyshim për shkak të punës, por zgjedhja e tij në krye të BK-s për ju? Të flasim drejt, mendoj që është një zgjedhje e dur, sepse vetë drejtori i tanishëm i BK-s ka qenë pjesë e strukturës, ka menaxhuar strukturën, dhe mendoj që jemi në një moment që ai duhet të vazhdonte atë pjesë për të cilën dhe autoritetin e përkohshëm që i dha vetë vendi vakant i pjesës së drejtorit, ka menaxhuar institucion. Ishte në drejtor, mendoj që është një zgjedhje e dur, pa e shkëputur dhe pa e larguar pjesën e integritetit të tij profesional, i cili tashmë është, mendoj, i konsoliduar për sa i përket këtij pozicioni të rëndësishëm të drejtësisë. Dhe nuk e di se si do të vazhdoj Byroja Kombëtare e Hetimit, sepse ka një moment që duhet parë me një këndvështrim krejt ndryshe, sepse edhe kushtetuta përcaktuar ndryshe pjesa e reformës strukturën e BK-s, por duhet parë në ditën e vazhdim. Deri në momentin që flasim, ajo strukturë është nën drejtimin e SPAK-ut dhe ata kryejnë volumin e punës me detyrat që i çonë struktura e posaçme. Pra, shkurt, ata sot janë në një pjesë bashkëpunuese hetimore dhe një strukturë pothuaj që mund ta quajmë që bëjnë oficerët e policisë gjyqësore. Avokat, kam një pyetje. A zgjedhja e Joni Ketës ishte dëshmi për treguar që me Aida Hajnajn, pavarësisht emrit, ndjes, por një person i ardhur nga jashtë strukturës, kurse si nuk mund të le të themi të ambientohet me atë ambient, dhe zgjedhja më mirë është dikush që është brenda dhe e njeh shumë mirë se si funksionon BK-ja. Do dish një diçka. Rregulli dhe pozicioni i drejtorit është i paracaktuar, është i paracaktuar në ligj. Dhe marrëdhënia për të cilën ka drejtori i strukturës së Byros Kombëtare të Hetimit, ai mban barën për organizimin, drejtimin dhe koordinimin e institucionit dhe në të gjitha aktivitetet e këtij institucioni. Pra, kjo është marrëdhënia dhe pozicioni të cilin ka drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit. Nuk është se ka një rol vendimarrës mbi dosjen hetimore, praktikën dhe punën. Thjesht është një koordinator i marrëdhënies të bashkëpunimit që bëhet me SPAK-un apo kjo është një marrëdhënie për të cilën ka. Dhe aq më tepër pastaj është dhe pjesa e koordinimit që ka në institucioni për sa i përket fazës hetimore, update-it që mund të bëhen në trajnime të ndryshme, takime ndërkombëtare. Pra, mendoj që duhet të ketë një integritet të jashtëzakonshëm ky si institucion, i cili edhe në takimet dhe të cilët bëhen me të huaj dhe me aleatët, mendoj që avash do të krijojë pavarësinë e vet dhe të gjithë takimet do të jenë në kuadrin e institucionit, jo të marrëdhënies për dosje të veçanta hetimore, të cilat janë krijuar pak problem në këtë kushte që flas. Pra ju jeni nga ata persona që thonin që më mirë kreu i këtij institucioni të jetë nga brenda, nga radhët e BK-s, mos vini jashtë. Që jemi, mendoj që mund të kishte edhe ardhje nga jashtë, të gjithë personat që ishin kandidat, po të shikojmë, ata kanë dhënë prova që janë pjesë e aftë e drejtimit dhe organizimit. Pra, po të shikosh, të gjithë personazhet që ishin kandidatë të denj, nuk është se mund të veçojmë ndonjëri, por ishin profesionistë në pjesën më të mirë të asaj të cilët ne pam. Kështu që, por që kjo ngeli në pjesën e vendimarrjes së strukturës posaçme, e cila e emëroi drejtorin e ri për të qenë pjesë e strukturës. Mendoj që duhet të jetë edhe kjo pjesë që është marrë si bazë për marrëdhënien që Joni Keta ka punuar dhe ka qenë bashkëpunëtor për sa i përket në dosje dhe marrëdhënie të veçanta të institucionit. Kështu që
kushdo që ishte rregullorja është e qartë e institucionit, drejtimi i institucionit është i qartë, por aty duhej një person me integritet, me përvojë, me eksperiencë, normalisht që nota kaluese ju dha drejtori të ri dhe mendoj që është ajo e cila e vlerëson dhe KLP-ja që ja ka aprovuar si pasojë e atij menaxhimit të saktë, të cilët ai patjetër ka paraqitur një platformë përballë strukturës së posaçme dhe aty kanë vlerësuar ky komisioni i strukturës së posaçme. Kështu që mendoj që është mirë. Okej, ndalim pak tek ajo çfarë ndodh nesër. Për garancia, padyshim, unë do vendose të dyja njësoj, edhe kreun e SPAK dhe kreun e BK-s, sepse nuk bëjnë dot njëri pa tjetrin. Nesër në KLP do të dalin 4 kandidatët, do të kenë një intervistë 45 minuta secili dhe në fund KLP-ja do të votojë. Si e shihni 4 kandidaturat, avokat? Besoj njëjtë të 4 personalisht, ju ka lidhur puna besoj me të 4 apo jo? Patjetër, shikoj. Kështu që mund ma bëni nga një vlerësim për gjithë secilin. Shikom, të 4, unë do flasë në pjesën e përgjithshme për të kandidimin e këtyre personave, të 4 janë personazhe me integritet dhe të fuqishëm. Janë personazhe që kanë treguar profesionalisht që kanë integritet dhe profesionalizëm për sa i përket dosje dhe hetimit të tyre të veçantë. Por që pjesa për të cilën kërkohet sot është pjesa e integritetit të jashtëzakonshëm që duhet të ketë një personazh i cili të drejtojë strukturën e posaçme për mandatin 3 vjeçar, sepse të gjithë dinë që integriteti që ka apo kishte drejtori, administratori i mëparshëm që është zoti Dumani, mendoj që duhet jetë në atë nivel. Zoti Dumani ishte një personazh me integritet, me një drejtim korrekt të institucionit, tregoi që nuk është një personazh i anatemuar, i lakuar për afera e tjera, por si një personazh korrekt. Unë e njoh shpejt, është nga të paktët që mund të jap vlerësim me maksimalitet për atë njeri që është korrekt dhe institucioni duhet të vazhdoj patjetër në atë linjë të cilën ngriti zoti Dumani. Duhet të dish një diçka. Ky 9 vjeçar për prokurorët është pjesa e provës së institucionit. Duhet të dini që themelet e këtij institucionit, ngritjen e këtij institucionit e nisi zoti Kraja dhe pas zotit Kraja, i cili ishte pjesa më voluminoze, që u morën dosjet përkatëse, filluan hetimet për strukturat e larta të mosnëshkueshmërisë që ne ishim mësuar që nuk prekeshin, dhe erdhën në momentin që disa dosje përfunduan dhe do të jepej një mas, një vlerësim, përsa i përket atyre dosjeve të cilët i çonte prokurori për ta firmosur administratori i përkohshëm i cili i takoi zoti Dumani. Dhe kjo pjesa e zotit Dumani ka qenë pjesa më e ngarkuar e pjesës së institucionit, të cilët ka prekur funksionarë të lartë, të cilët ishin të pandëshkueshëm. Dhe kjo është marrëdhënia për të cilën ky institucion në këtë 3 vjeçarin tjetër do të jetë në testin e provës, sepse tashmë kanë përfunduar dosjet, kanë shkuar në gjykat dhe me gjykimin e zakonshëm do të kemi ballafaqimin që sa element dhe si do të jetë kualiteti i dosjeve dhe si do ta çmojë gjykata. Pra në këtë pikë ky 9 vjeçar dhe do të tregoj se si do të ecë institucioni pas këtij 3 vjeçari, cili do të jetë integriteti i plotë i këtij institucioni. Këtu nuk po flasim sepse do të jetë një administrator i ri, i cili ka tagrat të sqaruar, të drejtojë me integritet institucionin, të jetë funksionar profesionist, të ketë aftësi organizative, të bashkëpunojë me gjithë prokurorët për të parë problematikat dhe zbatueshmërinë ligjore, pra edhe të takohet me ndërkombëtarët, kështu që të përfaqësohet me dinjitet ky institucion. Por që marrëdhënia e strukturës posaçme fizike në veçanti do të jetë ky 3 vjeçar i cili do të tregojë se të gjithë kjo peshë ngarkesë nga themeli, nga vazhdimi i zotit Dumani, nga zoti Kraja, zoti Dumani dhe personazhet e rinj që do të jenë në këtë
personazhi i ri që do të jetë në këtë institucion, dhe ato do të jetë pjesë kualitative me atë besueshmëri që mori nga publiku. Problemi është që unë mund të nxjerr emra sa të duam, mund të nxjerr edhe pjesën e zonjës Musabelliu, i cili është një zonjë e hekur, është një prokurore e hekur, ashtu siç mund të them edhe për zonin Geku, i cili është një prokuror i cili ka luftuar në 97-ën me pjesën e marrëdhënies në një prokurori të jashtëzakonshme, të cilët ka pasur shumë problematika, ka hetuar dosjet të fuqishme, mos gabohem në Murrel me pjesë tepër të vështirë. Është zoni Braho, i cili është përsëri i denj për këtë institucion, dhe zoti Xholi. Pra, që të katër të shikosh, nuk mund të dallosh askënd që nuk është i denj për atë institucion. Por ajo do të varet nga platforma që do të kenë për institucionin dhe mënyrën se si do ta drejtojnë institucionin në 4 pikat e tyre. Dhe kjo ngelet thimi e veçantë. Unë nuk di se mund të lexoj pafund për këto prokuror, por që kjo është situata. Mendoj që nesër do të kemi për zgjedhjen e denj, pyetjet e denja dhe brenda asaj kohe të caktuar nga KLP-ja, nuk besoj se do të marrin vendim nesër, them unë, sepse nuk do të plotësohet ajsa e kohores, afatit kohor që pasi të merren materialet, pasi të dëgjohen, pasi të bëren pyetje, ata duhet marrin një vendim. Çdo kush, antari i KLP-s duhet të japë një vendim të pavarur dhe mendoj që nesër ndoshta nuk e kemi administratorin e ri. Por gjithsesi kjo ngelet mund të jetë edhe nesër, por mund të jetë edhe pas nesër. Por gjithsesi do të ngelet në marrëdhënien e institucionit se si do ta menaxhoj atë llogaridhënie, atë formë, administrimi dhe kandidimi për gjithë personat. Ne kuptoj, nga ana tjetër çfarë pritet ndryshoj avokat në SPAK me ardhjen e kryeautorit? Mendon që ndryshoi diçka? Ja u shpjegova pak më përpara. Jo, patjetër, jo. Jo, po padyshim, por mendoni që do të jetë hija e Altin Dumanit ende apo jo? Piko, Altin Dumani duam s'duam e ka lënë hijen e vet. Altin Dumani dhe Arben Kraja, shiko, u anatemua në fillim Arben Kraja, i cili nuk po reagonte. Po ta mbani mend. Por ato dosje ishin e hetim, ishin në seleksionim, ishin në pyetje personazhesh e tjera dhe erdhi koha të cilat ato dosje po mbylleshin dhe po caktoheshin masat e sigurisë. Dhe masat e sigurisë i ra pjesa e madhe për të përballur me gjithë ato furit të jashtëzakonshme të politikës, se një pjesë e politikës janë ata anatemoj e tjera. Që të fillosh sot të anatemosh zotin Dumani është një diçka që më duket e pavend, por që duke ardhur me pjesën e asaj vendosmërie që e drejtoi institucionin zoti Dumani, unë e shikoj që do të vazhdoj përsëri, por do të jemi në fazën finale të dosjeve të rënda që janë sot në proces. Dhe ne e dim shumë mirë te pjesa e liderit të opozitës zotit Berisha, i cili sa herë del nga SPAK-u thot ato që thot. Kemi pjesën e zotit Velia, i cili ka pretendimet e veta, kemi zotin Meta, i cili ka pretendimet e veta, dhe kjo pjesë e tretë nuk është se do të ndryshoj politikën ndaj pandëshkueshmërisë, por mendoj që do të mirë profesionalizohet dhe do të strukturohet në pjesën e përgjegjësisë profesionale të vendimarrjes për çdo prokuror në kohën e vazhdimit. Mendoj që institucioni do të jetë po kaq potent sa është, nuk do të kemi asnjë lloj ndërhyrje, do të varet në fuqinë e këtij institucioni, por do të dini që Altin Dumani, edhe pse ishte administrator, ai vazhdonte të kryente detyrën e një prokurori të strukturës së posaçme në dosjet e veçanta, kështu që nuk është se ndryshon gjë, është vetëm thjesht forma e menaxhimit të institucionit dhe administrimit të institucionit, përfaqësimit të institucionit, por mbi të gjitha do kërkohet modeli më i mirë për të menaxhuar këtë institucion dhe pjesa e integritetit, që nesër mos të kemi dalje dhe asa në mend që të hedhin dokumente të cilët kemi manipulim, pa aftësi profesionale etj. Pra që mendoj që struktura posaçme do të jetë
po aq efektive sa që është edhe në kohën e zotit Dumani. Kjo është një mendim. E kuptoj, avokat, roli amerikanëve u pa edhe dje në mbledhjen KLP-s për zgjedhjen e kreut BKH-s. Mendoni që do të jenë sërish nesër prezent, jo për diktuar, por thjesht për të vëzhguar? Me që kam parë me pjesën e paracaktimit, ndoshta mund të jetë zoti Bravo i cili ka pasur një mbështetje në aty, por ngjelet akoma e enigmë. Edhe zoti Xholi ka qenë një pjesë si krau djathtë, po të themi, i zotit Dumani. Zonja Mosabelliu është zonjë shumë e hekur dhe pjesa e një prokurori tjetër i cili është rikthyer në sistem dhe është nga njerëzit korrekt. Por do të varet nesër. Amerikanët tani nuk e din nëse kanë të drejtë të ndërhyjnë, kanë të drejtë të japin mendim për mendimin tim. Avokat, ne e dim si funksionon tash, ja? Nuk dua ta pranoj këtë pjesën e ndërhyrjes. Dakor, jam më thjesht ne të gjithë dim si funksionon. Është një institucion që është investuar Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dhe padyshim. Siç e hap derën e një institucioni mediatik siç jeni juve, një kompani mediatike që do të hapi një profesionist, i një zëri të caktuar se i cilin ka institucioni juaj mediatik, do të jetë gazetar profesionist, e tjera, ashtu është edhe dera e strukturës posaçme që do të hap vetëm ligji. Kështu që po ta shikosh në formën se si e shikoj unë këtë marrëdhënie, dua që të mos të kemi asnjë lloj ndikimi më për sa i përket besueshmërisë të institucionit dhe besueshmërisë të këtyre kandidatëve që mendojnë që duhet të jenë potent. Kështu që prezenca e tyre nuk e di nëse do të jetë, por edhe nëse është, kjo është pjesë e agjendës së tyre, sepse strukturat të veçanta të pjesës së ambasadës amerikane ne i kemi parë dhe në përseanca, vinë në përseanca, ulen edhe pjesa tjetër e ndoshta familjarëve, dëshmitarëve tjera, ulen në sediljen e sallës, por që mendoj që edhe në këtë rast do të kemi një marrëdhënie që do të jemi ndoshta me një paracaktim, por unë nuk mendoj se do kemi paracaktim. Do të varet aty gjithçka. Nesër në media, unë dua të jetë e hapur. Bie të jetë e hapur, patjetër. Të shikojnë këtë do kandidat me platformat e veta. Jo, do të jetë, është njoftimi, avokat do të jetë e hapur e gjithë pjesa kur do të flasin katër kandidatë, do të prezantojnë platformën e tyre, gjithçka do të jetë e hapur. Kështu që kjo është një gjë e mirë. Mendoj, themi ka dhe një diçka tjetër, sepse ndoshta edhe ligji është pak e keqe. Ideja është kjo, që unë kam hedhur një ide, të paktën para një muaji, në një nga mediat shqiptare që seancat gjyqësore, sidomos për personazhe të lartë të drejtësisë, duhet jenë të hapur. Pra, media minimalisht duhet të hyjë në të gjitha seancat gjyqësore që do ketë procesi si për Berishën, si për Metën, si për zotin Belia. Pra, duhet të kemi një transparencë të jashtëzakonshme për të parë këtë investim të madh që ka bërë në vërtet shteti shqiptar në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe me aleatët, që jemi përballë një kualiteti apo jo. Por kjo gjithmonë do të ngjerë në diskrecionin dhe vlerën e asaj seance, e cila duhet me dyert të mbyllura apo me dyert të hapura. Për mendimin tim duhet hapur. Duhet hapur që të shikohet se çfarë bëhet. Aq më tepër që media është informatori më i saktë dhe duhet jetë brenda sallave të gjyqësorit sot në Shqipëri. Me gjithë to pretendime që janë nga publiku, që ka vendime të cilat e kanë cënuar rënd, edhe besueshmërinë e publikut, besueshmërinë atyre njerëzve që janë për gjykata, mendoj që duhet të hapen të gjitha seancat për të cilat bëhet fjalë. Jo vetëm kjo, por në përgjithësi duhet lënë e hapur siç ka qenë më përpara. Dhe aty do të shikosh. Kemi bërë reformë në drejtësi apo s'kemi bërë reformë në drejtësi. Dhe unë e shikoj pozitive. Avokat, shumë faleminderit. Kënaqësi të bisedoj me ju, ju uroj një vijim dite sa më të mbarë. Faleminderit shumë.